أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد أما بعد Gjithhamdi, falënderimet dhe lavdia e plotit e kanë të madhët Allah të baraka wa ta'ala, salatu e salame i dërgojmë të dashurit tonë, më të madhët pejgamber Muhammedit tonë të dashur sallallahu aleyhi wa sallam, të ndëruar o vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elusim Allahun të baraka wa ta'ala që edhe ky takim i radhës tjetë prej veprave tona të mira, të cilat vepra të mira do të na bëjnë faqebardh e të shpëtuar edhe në këtë botë edhe në botën tjetër inshallah ta'ala. Po vazhdojmë me kapitullin e pendimit të Taubës, me hadithet e mbetura. Këto hadithet e mbetura nga ky kapitull janë jashtëzakonisht hadithe të bukura, janë hadithe të dobishme, por nuk janë hadithe që nuk i keni dëgjuar më herët. Disa prej këtyre haditheve meritojnë me pas një ligjërat të veçantë për hadithin përkatës. Por duke e pas parasysh se para vetit kemi një numër të madh të haditheve nga libri i Imam Neveviut rahimahullah Riyadus Salihin, ideja është që t'i lexojmë tekstualisht hadithet dhe të ndalemi kalimthi t'i nënvizojmë ato dobi që janë më të rëndësishmet. Hadithi i radhës është hadithi në cilën transmeton Abu Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, i cili thot se pejgamberi alayhis salam një ditë ju ka rrëfy se në popujt para neve ka qenë një njeri i cili i ka vrarë 99 njerëz, i ka marrë 99 shpirta dhe nuk është të ndi rahat, dhe ka pyet, ka thonë, kush është njeriu më i mençur në tokë i cili do të më mëson si me dal prej këtij problemi kaq të madh. Allahu shpërbleft. Keni parasysh vëllezër, 99 shpirta me i marr do të më konë njeri më shumë se kriminal, më shumë se kriminal me qenë. Dhe i thojnë është një murg në mesin e murgjve, edhe ajo është njëri i mençur, shko pyet ato. Dhe ky shkon e takon atë murgun dhe i thot 99 njerëz i kam vrarë, i kam mbyt. A ka për mu kthim tek Allahu? A ka tauba pendim për mu? Ai thot jo. Edhe ky bismillah ben herë mbytet ato në qenë. Nuk ka pas problem me mbytë dhe edhe një 99 i ka mbytë. Mirë po prap nuk është ndi rahat. Prap ka thonë, a ka ndonjë njeri të mençur i cili do të më ndihmon, do të më nxjerr prej kësaj situate kaq të keqe. Edhe e orientojnë dhe i thonë është një njeri i mençur, shko takoj atë. Shkon e takon dhe i thot, ja tregon rrëfimin. Kështu. Thot, a ka për mu rrugë e cila ma jep mundësin më kyta ka Allahu? Ky thot, e kush mundet me të ndalë ty prej Allahut? Kush mundet me ndërhy mes teje dhe Zotit? Thot, mirë po, me një kusht. Dush më u largu prej këtij vendi ku ke jetu deri tani, se këtu në këtë vend ka pas njerëz që kanë qenë problema, grinda veca, dhe kime shku me u shpërngull në një vend ku ka njerëz më të mirë, ku problemet janë më të vogla, që shoqëria e mirë me ta jep mundësin edhe shansën me ndryshu, dhe mu largu prej një rrethi problematik. Ky thot, a vetëm kjo kushti? Po, thot, unë me njëherë vendosa. Më u kthy tek Allahu dhe vendos me lon me braktis vendin e tij, që i kish kushtu shumë, 100 shpirta i kish marr, dhe vendos më u shpërngul në një vend banim të ri. Rrugës
Allahu cakton dhe ja dorëzon shpirtin Allahut. Tani ndodh një situatë interesante. Vinë melekët e dënimit, e azabit me marrë me qunë zjarë, por aty konfrontohen dhe takohen me meleqet e rahmetit. Meleqet e mëshirës thonë ky o pendu tek Allahu. Dhe këtu tash fillon një mos pajtim mes dy grupeve të meleqve. Ata të cilët kishin ardhur me qush shpirtin e tij në zjarrin e xhehenemit, thanë ky kur të mirë nuk ka bo. 100 njerëz i ka vrarë. Meleket e rahmetit thanë ky u pendu tek Allahu. Dhe ky vendosi mu largu prej atij vendi, mirë po vdekja e goditi dhe nuk e pati rastin me pa tani neket një njeri ndryshe, i cili është pendu. Është interesant, kanë ardhur transmetimi i parë që transmeton Buharia dhe Muslimi, vjen një melek i tretë, ju thot këtu në dy grupeve të melekëve, mateni trupin e gjenazës, a është më afër vendit ku ka jetu deri tani dhe i ka mbyt 100 njerëz, apo është më afër vendit që ka sinu me shku me jetu, edhe mu pendu. Kur e masin distancën prej trupit gjenazës ku ja kish dorëzu Allahu shpirtin, del më afër vendi i ri ku ka dashur me u shpërngul. Tash kanë ardhur dy transmetime. Një transmetim thot ka dal më afër vendi i ri që ka provu me shku, me ndryshu për një pllom më afër. Ndërsa transmetimin tjetër është se Allahu e ka urdhëruar tokën. Toka është Allahut, qielli është i Allahut, dielli është i Allahut. Allahu e ka urdhëruar tokën me lëviz në drejtim të vendbanimit të ri, që në fund shpirtin e tij me marr me leçet e rahmetit, se Allahu ja ka pranuar tauben e mos me elon grupin tjetër të melekëve me qunë në zjarrin e xhehenemit. Të dashurit e mi, ky hadith i pejgamberit alayhis salam është për plot shpresë. Në veçanti për atë kategoritë njerëzve që e kanë ngarku veten e tyre me gjunahe. Unë në rekatin e parë i lexova disa ajete prej kapitullës Ali Imran, edhe rekatin e dytë prej Ali Imranit. Po në rekatin e parë një prej ajeteve që e lexuam është kur Allahu dhul Gjelal thot, kur ata të cilët e bëjnë ndonjë të keqe, ndonjë haram, apo e ngarkojnë vetveten me gjunahe, por në momentin kur Allahun e kujtojnë, masi e kanë bërë gjunahin, haramin, në momentin kur Allahun e kujtojnë, madhrinë e Allahut, frikën ndaj tij, xhennetin, xhehenemin e tjerë, fastaghfiru li dhunubihim. Me njerë urgjentisht kërkojnë falje dhe pendohen për mëkatet e tyre. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. E kush i fal mëkatet pas Allahut? Sigurisht se po, xhalla xhelalu. Walam yusirru ala ma fa'aluhu hum ya'lamun, por ajeti thot, por ata nuk vazhdojnë tutje prap në rrugën e gabuar. Por momentin kur ju kujtohet Allahu, kërkojnë falje për mëkatet e tyre dhe pendohen, vendosin me qenë vendosur. Dhe ky hadithi e Abu Said al-Khudrit pa marr parasysh i njeri sa ka mujt me ngarku shpirtin e tij me gjunahe dhe harame, është kogja vështirë me i mbri gjunat dhe haramet e këtij personi që i ka marr 100 shpirta. Nëse edhe për këtë njeri i cili i ka vrarë 100 njerëz, Allahu e kalon derën hapur dhe Allahu e ka pranuar pendimin e tij nga sa ishte i sinqert, ai nuk u bë kerahat. Kur lypi një njeri
që ke qaj taksiratlia i 100, kjo apet nuk u borhat, ndërgjegja, e kish këni grimës, e kish një shkëndi të shpirt bardhësis i shpirt bardhë. Pranaj, dhe gjëm një vëllezër, kanë thonë ulemaja. Është interesant kur Allahu Gjelle Gjelalu një njeri e udhëzën edhe e shpeton për zjarit. Udhëzimi i takon Allahut, fillim dhe fund. Falendrim Allahut, alhamdulillah. Por ulemaja kanë bërë analizë, kjo dhe nuk mund të ditë 100%, por analiza lejohet. Dhe thonë ulemaja, ndoshta këtë njeri që Allah e ka shpëtu prej zjarit, i cili një pjesë të jetës së tij ka qenë larg prej Allahut. Por Allahu në një moment e udhëzon, e shpëton prej zjarit. Tash ulemaja japin disa analiza. Thotë ndodh që ky njeri ka qenë i sinqert tek ata është Zoti. Dhe ai i cili e dën Allahu Dhul Xhelal, tamam. Allahu nuk e dënon atë zemër dhe atë shpirt që e dën Allahun. Allahu nuk e dënon atë zemër dhe atë shpirt që e dën Allahun. Ose ka një mundësi tjetër. Ky njeri ka bën një vepër të mirë, sinqerisht, pa ndonjë tendencë, nuk ka pas asnjë motiv, e ka bën një humanizëm, pa motive pjesës kësaj bote. Për këtë mirësi, Zoti ja jap një mirësi më të madhe, ja jap udhëzimin. Apo e treta, lutja e prindit për këtë person, apo lutja një personi të tretë. Çka ka thonë pejgamberi alayhis salam? Juve Allahu ju ndihmon për shkakun e njerëzve të varfër edhe të dobët në mesin tuaj. Dhe që kjo hadith është shumë interesant. Juve Allahu ju ndihmon, kjo tash vjen edhe për ne, deri në ditën e Kiametit. Për shkak njerëzve të varfër që janë në mesin tuaj, edhe njerëz të dobët. Pa krah. Ti një herë ja ke jep krahin atij njeri cili s'ka krah. Ti një herë ju ki gjind ati njeri e ke bo po asnjë qëllim, po asnjë interes. Kjo është ajo mirësia që Allahu ta shpërblen me udhëzim. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Pse? Se Allahu nuk ja humb mirësin askujt. Prandaj ju e dini atë ajetin e madh në surën Maryam, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Allahu nuk haron asgjë. Ta Allahu nuk mbetet në hares asgjë. Tek Allahu fuqi plot, nuk mbetet në hares, nuk injorohet asgjë. Unë dhe te kemi haru një mirësi që ke boti, por tek Allahu nuk mbetet në hares. Dhe kur është momenti ma i volitshmi për ty, Allahu e nxirr atë mirësi, por jo vetëm, por Allahu ta shpërblen e ta shumëfishon shpërblimin për atë mirësi. Prandaj vllazën, po kalojmë te hadithi tjetër se na shkoi koha. Ky hadith, është mirë këtë hadith, ata njerëz që janë larg Allahut, është mirë më u përmend këtë hadith si motiv për mi inkuraju, për mi nxit, se një pjesë e njerëzve mbesin peng të kalumës tyne, po këtu ka rol edhe shejtani i mallkum. Shejtani shumë njerëz nuk i lën me bo një hap drejt Allahut, të i thonë, po ti a din çka ke bo, po a din ku e kon, po ti a din sa vjet i ke kalu, po a din, domethënë, jo. Domethënë, koncepti i pendimit tobës në Islam është që Allahu e fshin të kaluarën. Kjo është i jashtëzakonshëm ky koncept. Pastaj koncepti i Islam është se mes robit dhe Zotit nuk ka të drejtë me ndërhy askush. Në fenë islame nuk ka klerizmi, kleri në konceptin islam nuk pranohet. Kleri o të krishterët hin aty në dhomen e rrefimit, e i rrefehet, e qelet para klerit, e tëni a i thot hajdu në ty për të qëjtë e Zoti edhe për të fali. Madhështia dhe bukuria e fesë islame është se mes zemrës dhe shpirtit tënd dhe të madhit Zot Perëndi Gjelle Gjelalu s'ka kush që hyn. S'ka kush që hyn. E ke mundësin drejt për drejt mi u drejtu e
e me lut të madhin Zot te baraka wa taala, i cili është përplot mirësi e mëshirë e dashuri për ty. Hadithi tjetër vëllazër, Allahu Akbar. Këtë hadith sahara e përmendi Kalimthi, më kujtohet diku viti, nuk e di, 2007 ose 2008, 2006, 2007, 2008, kur 2 javë në mesgjid e kemi trajtu këtë hadith të madh të pejgamberit e sa të cilën e transmeton Ka'b ibn Malik, realisht e transmeton djali Ka'bit Abdullahi. Kjo është një ngjarje e madhe që Allahu te baraka wa taala në surën Tauba e ka regjistru këtë ngjarje edhe deri në ditën e Kiametit, deri sa të lexohet Kur'ani në tokë fjala e Allahut te baraka wa taala, këto ajete dhe ngjarja e këtyne tre burrave me emër të veçantë do të mbetet dhe do të lexohet prej besimtarve deri në fundin e botës. Po kam dëshirë që ku hap surja Tauba, që kjo po na intereson, po kam dëshirë me i lexu këto ajete të bukura ku Allahu te baraka wa taala e përmend rastin e këtyre tre shokëve, Ka'b ibn Maliki me 2 shokët e tij. Më lejoni ta lexoj ajetin, ju edhe kur shkoni të shtëpia sonte mundeni pak me u thellu 117, 118, 119. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. Allahu pranoi pendimin e pejgamberit, sahabëve që ishin muhaxher, që kishin ardhur prej Mekës Medinë, atyre që ishin ensar Medineli, ata që e pasuan pejgamberin në momente kritike. Min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum, aq ishin momente kritike gjatë periudhës jetës pejgamberit alayhis salam, ka pas momente kritike, saqë Allah për një moment, një fragment nga këto momente kritike Allah kështu e përshkruan. Thot gati një grupi të tyre, zemrat e tyre u lakuan, mbetën pa iman. Thumma taba alejhim, disa përjetun tërmet në kuptimin e imanit, sprov, por Allahu pranoi pendimin e tyre, innehu bihim raufun rahim, Allahu është i butë dhe i mëshirshëm me ta gjithmonë. Tash ajeti 118 na flet saktësisht për Ka'bin dhe 2 shokët e tij. Wa ala thalathati alladhina khulifu, Allahu e pranoi edhe pendimin e atyre treve që nuk kishin marrë pjesë në betejën e Tebukut, kishin dezertu, kishin mungu. Që tash Allahu na tregon gjendjen e tyre. A dini sa ka zgjat koha apo e pranon Allahu pendimin e tyre as pranon? 50 ditë e 50 natë. Hatta idha daqat alayhim al-ardu bima rahabat wa daqat alayhim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayh. Që tash Allahu na përshkruan anën e tyre shpirtërore dhe psiqike, sa ka qenë e rond ana e tyre shpirtërore dhe psiqike këtyre treve. Thot deri sa këtyre treve ju ngushtu toka. A keni ndi do njerëz kur kanë një telashën i bele, thot mu ka ngushtu toka. S'po mdel toka, toka Allahut shumë e gjona. Këtyre ju ka ngushtu toka. O daqat alejhim anfusuhum, është ngushtu shpirti i tyre. O dhannu, deri sa mendja tyre ka ardhur deri në gjendje, ka thonë ne nuk kemi shpresë, nuk kemi stre, nuk kemi shteg, veçse tek Allahu jon. Thumma taba alehim, pas 50 net e dit Allahu e pranon pendimin e tyre, li yetubu inna Allahu at-tawwabur rahim, Allahu është ai i cili pranon pendimin dhe është i mëshirshëm. Ajeti 119,
Ja ayyuhalladhina amanu, o ju besimtar, ittaqullah, frikojeni Allahut. Wa kunu ma'as sadiqin, dhe mundohuni të jeni me të sinqertit. E tash, më lëni shpejt këtë hadith të gjatë. S'po lexoj tekstualisht, por po mundona me parafrazu pjesën ndërmuese të këtij hadithi. Abdullah djali i Kabit e transmeton këtë ngjarje në fund të jetës. Babës ti, Allah ja ka marrë dy dritat e syve. Kabi, në fund të jetës, është vërbu. Thënë Abdullah djali Kabit, Kabi është një prej 3 personazheve, dhe atyre 3-ve që Allah ja pranoi pendimin, Kabi është. Thënë deri sa e kisha marrë babën për kraj, shike. Thënë, ma tregoi baba im këtë ngjarje. Thot Kabi, nuk kam mungu në asnjë betejë me pejgamberin a.s. Edhe atëherë kur nuk kam qenë ekonomikisht edhe fizikisht i fuqishëm, s'kam mungu, por në betejën e Tebukut kam mungu. Thot në betejën e Tebukut, dëgjoj, thot i kam bë gati 2 deve për luftë. Shumë ditë para se marrë momenti betejës, jam përgatit shpirtërisht, psikikisht, fizikisht, ekonomikisht, por në fund të ditës kam mungu dhe e kam tradhtu në thojza pejgamberin a.s. Thot ditën kur pejgamberi a.s. o dal me musliman me nis Tebuk, është interesant, pejgamberi o nis pej Medinës në Tebuk. Kur shkon në haxh, këtu ju ndo i di që janë kon haxh me autobus, këta e din, Tebuk është qyteti i parë kufitar mes Jordanit dhe Arabisë Saudite, është diku 800 kilometra prej Medinës. O kon mesi i verës, vapa më e madhe. Pejgamberit a.s. i kanë ardhur informacionit që perandoria romake bizantine e ka lëviz ushtrin, ajo pjesë kon nën administratën e romakëve, dhe pejgamberi a.s. e ka përgatit ushtrin. 15 ditë ka zgjat ekspedita, 15 ditë ka zgjat udhëtimi. Para mendoni, kanë shku 800 kilometra, në fund s'ka pas luftë. Thot Kabi, ditën kur nis pejgamberi a.s. me ushtarët e tij, thot, une nuk u nisa. Dhe thot, kur s'kam qenë ma i pregaditum edhe ma i motivum, mirë po ja që unë mungova atë ditë me pejgamberin a.s. Është interesant, janë shku muslimant, kam bet Kabi në Medine. Thot kërë mbet Medine, kërë kam pa kush kam bet Medine, thot kam pa 3 kategorit njerëzve. Numrin më të madh, ata që s'kan shku me pejgamberin kanë qenë munafikat. Kategoria e dytë janë kon do njerëz që kanë pas arsy smundja ose varfria se kanë pas deven. Edhe e treta kam mbet gratë, fëmijët edhe njerëzit në moshën pleqni që s'jon të aftë me luftu. Thot, ato e kom pa veten që nuk është në rregull, edhe kam fillu më mërzit. Kur ka ardhur koha më u kthy pejgamberi a.s. Për këtu më lejoni ta ndajmë një moment interesant. Pejgamberi a.s. mas disa ditëve ka thonë, ku është Kabi? Dikush prej sahabëve e ka bo një koment me tendencë. Ka thonë, o bo i pasum, e pasunia ja ka shti veten në begeni, pasunia, konformi, komoditeti, ku donë më shku në gjihad. Problem është. Biznisin me lonë.
rahatin, konformin, a kthesh gjallë, a s'kthesh gjallë. Njoni për sahabeve, kur ka thonë pejgamberi ko Kabi, ka thonë, ja Rasulullah ka bo pasuni, e pasunia ja ka shti veten në begenin hoj, për ka reagu Muadhi ibn Gjebeli. Ka thonë, wallahi ja Rasulullah, ne nuk dim për Kabin vetëm se të miren dhe islamin e ti të mirë. Allahu e din arsim se s'është ai. Ka reagu Muadhi. Nuk u pajtu Muadhi me atë koment tendenciöz. Është arë koha më këthyn Medine, e ka kuptu Kabi që po kthejnë Medine, ka fillu me mendu që ka mi thonë pejgamberit e sa? Du të më dalë para pejgamberit e sa, edhe du të me të regu arsyn pëse s'ke marë pjesë. Thot, vendosa me thonë të vërtetën. Tha para meje, ata munafikat shkojshin, i thëshin pejgamberit e përmendshin një arsy, pejgamberi thëke, Allah ju faltë, vazhdani. Kur dola para pejgamberit e Islam, i thash ja Rasulullah, ti e din që Allahu mu ma ka jep gojen, edhe aftësin për me gjetë arsy, muj me shpik një arsy, por vallahi ja Rasulallah nuk e di pse s'ka marrë pjesë, asnjëherë s'jom bo gati ma shumë se atë ditë, nuk kom arsy pse s'ka marrë pjesë. Pejgamberi sa më tha, dajo ti. Tha, unë nuk kam për ty koment, për ty do të vendos Allah. Dajo. Dhe kur ktheva, tha merdhen njerëzit, kushërit e mi, njerëzit e fisit tem, më thanë, a jenë veti që a ke po? Shko, thuj pejgamberit, ma bon halal, qëre, a dina njerëzit njeri, kur të ndash me po hile, qëre be, jem të rullue, ti din me gjithë një arsy. Thot, aq shumë fillun me bo presion mi mu, fillun me mluhat, filloj mendja mu mbush, mu këty të pejgamberi me rajt. Këtu tha gruja më thëjke, qka ki bo? Presioni. Kthe këtë situati me vetë vetën tonë për një moment që Allah në rujtë mundet më të ngushtu toka me një situatë shumë problematike. Tha, nuk vendosa me shku të pejgamberi, tha. Por vendosa mu interesu, a është edhe dikush që është në hallin tem, diku mbi afërsisht 90 bura ishin shku të pejgamberi justifikim, edhe dy si une kishin thonë s'kena arsy, edhe aty në dyve pejgamberi a.s. ju kishtë thonë, ju dytë edhe Kabi me ju zdi që ka bëj. Shkova, tha, i takova dhe ata, njëni prej ty në ishtë shumë i vjetër në mosh, tjetëri i shiri. Kalun një dit, e 2 dit, e 3 dit, e 4 dit. Tha këta dytë, këta dy shokët, sahabët, tha këta së dulin për shpijave, veç ka ishin. Tha, ona jom dalë për shpis, jom shku në gjami, e kom falë namazin me gjemat në gjami. Shkojsha me falë namazin, do njëre sabajnë, do një namaz tjetër, her shkojsha delsha para pejgamberit të e falë sunetin, edhe u mundojsha me sy me vjedh apo më qyrë pejgamberi, her delsha mastina. Nuk më folke pejgamberi. Delsha në treg, nuk më folke kur kush në pazar. Asë në gjami, tha, një dit shkova hypa mbi murin e djalit Axhës tem që e kom dash mas shumë ti njetë, e më ka dash mas shumë ti, djalin Axhës. E i thash, ti e din sa je i dashur ti për muën për ty. Vjen kesh tha, je i bojkotum. Pejgamberi a.s. ka jap urdhër me të bojkotu, deri
derisa nuk vjen zgjidhja për ty. La ilaha illallah. Thot kur ka ardhur nata e 40, ka ardhur një njeri që ka dërguar pejgamberi alayhis salam në shtëpi, edhe ka thonë pejgamberi i ka urdhëruar tash gruan e Kabit edhe gratë aty në dy burrave, largoni edhe pigrave. Shko te nona jote. Kabi ka thonë, a ka urdhëruar pejgamberi me i divorcu? A duhet mu divorcu? Jo, veç mu u largu derisa të vjen zgjidhja. A thamë ata dy shok tjerë, njëri u kon plak, erdh gruaja e tij te pejgamberi ty kajt, tha ja Rasulullah, une urdhrin tënd kom e qenë vend, po burri më plak, nuk kem evlat, s'ka kush i bën as ushqim, as ujë, a guxoj me nejt në shtëpi me i boj zmet? Tha po. Edhe tani kanë hyrë 10 ditët e fundit, 10 e fundit, mu bo 50 ditë, të janë konë ditë më të vështira. Dhe thot Kabi, radiallahu anhu, në ditën e 50 namaz sabahut, thot ka ardhë myrdhja. Thot ka ardhë një njeri, masi i kanë ardhë këto ajete pejgamberit alayhis salam, 117, 118, 119. Edhe ai ka dalë, s'ka mujt me ndal gëzimin, edhe rrugëve të Medinës deri te mahalla e Kabit, rrugët për hajër të koft, teubja Allahu ta ka pranu pendimin. Thot kur jam dalë për shtëpisë, e kom marrë, e kom përqaf, i kom thonë prit, se veç që të tesha që i kom vesh, i kom, po du me t'i jap hedije që m'ki marrë myshde. E dini nona tona, gjyshet tona, kur ka arë lajmi mirë, kur kanë marrë myshde, gjyshet tona kanë thonë, është adet me jap hedije, që e pe sunetit pejgamberit alayhis salam. Thot që të tesha, po t'i jap hedije që ma ki jap lajmin më të mirin. E u shku i ka marrë, i ka lypë të kojshia një par tesha, me shku tash me ardhë, me taku pejgamberin alayhis salam, e me apudh dur të kom të Rasulullahit, edhe mu gëzu pse Allahu ja ka pranu pendimin. Dhe ashtu ka ndodhë. Edhe mas u taku me pejgamberin alayhis salam, e janë gëzu, e ka qajt me lot gëzimit, i ka thonë pejgamberit alayhis salam, Kabi, ka thonë, ja Rasulullah, kjo myshde a erdh prej teje a prej Allahut? Tha jo prej Allahut. Shpëtimi, jo tha prej Allahut erdh. Ajete, 3 ajete, do të 3 ajete, 117, 118, 119, Tauba. Atëherë dëgjoni tash, shëqoni burrat. Tha ja Rasulullah, a ka mundësi ta krejt pasurinë për Allah po du me jep? Masi Allah e pranoj pendimin tim, a ka mundësi këtë pasurinë për Allah me jep? Pejgamberi sa tha, jo tha. Jo tha, ndalën një pjesë të konsiderueshme të pasurisë për vetë dhe familjen tënde. Tha, atëre hisën temet pasurisë në Khajber, pelo për vete për evlat, tjetërën pelo për Allah. Tha, atëre ja Rasulallah, po du me e bo një zotim para teje këto. Masi Allah e pranoj pendimin, ja Rasulallah, mu më ka shpetu sinceriteti. Mujta me rejt, mujta me gjet një arsy të pa qëndrueshme, por vendosa me të thonë s'kam arsy. Allahu e ka vlerësu sinceritetin. Ja Rasulallah, po zotohem para teje dhe fillimisht para Allahut që deri në vdekje, kur asken s'kam me mashtru, deri në vdekje në çdo situatë, çfarëdo që jam, do të jemi sinqert. Allahu akbar. Prandaj ajetin 119 ke ja ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. O ju besimtar, frikojeni Allahut dhe mundohuni të jeni me të sinqertit. Kjo është ngjarja e bukur e Ka'bit radhiyallahu anhu. Murara u kon i dyti dhe Hilal u kon i treti, këta 3 burra që Allahu te baraka wa taala i ka përmend në surën Tauba, dhe Allahu e ka pranu pendimin e tyre. Këtu janë edhe disa hadithe të cilat flasin për Tauban, për pendimin, por
janë hadithe të cilat shumë herë i dëgjoni edhe i lexoni prej hoxhallarëve edhe i lexoni, por këto dy hadithe që është zakonshme nuk kemi pas mundësi edhe shteg me i te kalu, pa u ndalë dhe pa i komentu spaku shkurtimisht, edhe pse unë e di që këto dy hadithe ju keni dëgju, por janë hadithe të jashtëzakonshme të cilat na i ka rëfy i dashuri ynë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Lutem Allahun te baraka wa taala që Allahu të na forcon imanin dhe besimin ton të drejt, të na shton udhëzimin në rrugën e tij të drejt, të na pranoj pendimin ton, pendimi dhe tëbja jon tjetë e sinqert tek Allahu te baraka wa taala. Allahu na fal neve, na i fal prindrit ton, na mëshiroft neve, na i mëshiroft prindrit ton. Inshallah taala në javën tjetër do të fillojmë me kapitullin e ri nga hadithet dhe kapitujt e Riyadus Salihinit. Kapitulli i radhës është kapitulli i cili flet për durimin, për sabrin. Allahu shpërbleft, Allahu din më së miri, wallahu taala wa sallallahu ala Muhammedin wa ala